Në këtë video do t'ju tregoj dhuratat që unë kam marrë për ditëlindjen time të 18, do fillojmë me dhuratat e gocave e të tjera do ja u shpjegoj më vonë. Fillojmë me dhuratën e nisës. Kemi një arush të madh të verdh, një rosak, nuk e di si mund ta quheni. Nëse i keni parë shortsin tim për dhuratat e vitit të ri, kjo ishte pjesë e një prej pakove që mua më dhan për vitin e ri, po ishte versioni i vogël, ky është versioni i madh, super nice. Produkti i dytë është kjo furça e make-upit, është shumë e lezetshme, është vjen në të formën e trëndafilit dhe shumë e butë. Do jetë perfekte besoj për kontuar të blash. Dhe e fundit është kjo varsja për çelësat me këto produkte make-upi, gjëra për gocat lezetshme. Vazhdojmë edhe me dhuratën e erësës që është kështu një, domethënë qese me lule brenda shumë nice. Kemi një nga këto, domethënë një trëndafil brenda një kutie xhami, ka edhe drita, por nuk ka bateri, unë do ja vendos bateritë dhe ndoshta ja u tregoj. Kemi gjithashtu një krem për duar që është shumë nice, është me kamomil. Një qiri aromatik, mbante erë super të ngrëndshme. Dhe produkti i fundit janë këto dy maska, të cilat hiqen pa pastërti të lëkurës, këto yndyrën e tepërt, pastronin poret, pikat e zeza, çdo lloj gjëje do t'i provojmë edhe nëse doni një review, më thoni t'ja u bëj një video. Këto ishin edhe dhuratat që unë mora nga shoqet e mia, i falenderoj përsëri këtu dhe ishin të gjitha shumë praktike dhe nice. Kalojmë te dhuratat që mora, ishte dhurata e parë që unë mora në Paris kur kisha ditëlindjen. Është kjo ora shumë e bukur nga Just Cavalli, është me detaje gold edhe silver. Më pëlqen shumë sepse është fine, elegante dhe mendoj se më shkon shumë, por ndoshta do ishte më nice për ditë të veçanta, por unë do ta mbaj gjithmonë. Këtu ju tregoj edhe dhuratën që unë mora nga çunat, pra nga vëllezërit e mi, ishte një arush 1.65 i gjatë, shumë i madh, i rënd, i kuq me një fjongo, ishte shumë i lezetshëm. Reagimin tim kur mora këtë dhuratë do ja u lë në video në YouTube, ku unë të bëj vlogun e ditëlindjes, kështu që ndiqeni, pse jo, shifeni atë video kur të dali, of course. Kjo ishte te videoja, nuk e di nëse do ketë një part të dytë, por ne do shohim. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, ne do shihemi në një tjetër shorts. Deri atëherë kaloni një ditë të këndshme. Ju falenderoj të gjithë për dhuratat që më keni bërë, për urimet që më keni dhënë dhe ju dua shumë.